Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë vijon punën intensive për përmbylljen e negociatave të integrimit në Bashkimin Evropian për 4 nga kapitujt më të rëndësishëm, me fokus të veçantë tek kapitulli 15, energjia. Zëvendës kryeministre dhe njëherëzi ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, duke publikuar momente nga mbledhja e skuadrës së drejtuar nga Enkeleda Muçaj, krye negociatore e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, u shpreh se të gjithë janë angazhuar plotësisht në këtë proces historik. Shqipëria synon që në vitin 2027 të ketë plotësuar të gjitha kushtet për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkohë, në vitin 2025, Shqipëria ka hapur negociatat për 33 kapituj. Në 17 nëntor, hapi negociatat për 5 kapitujt e fundit. Në vitin 2026, Shqipëria do të kalojë dhe po punon intensivisht për këtë, për të futur në fazën e përmbylljes së negociatave për antarësi me një numër të mirë fushash nga këto 33 kapituj. Procesi përfshin koordinimin e drejtuesve të institucioneve dhe ekspertëve të fushave përkatëse, me qëllim përgatitjen e plotë të vendit për kërkesat dhe standardet e Bashkimit Evropian në këtë sektor kyç.